Horizon nga Leonard Koja në windowradio.de. Mirëmbrëma miq. Ja ku jemi sërish së bashku në putatën Horizon, duke shpresuar që të jeni të gjithë mirë dhe të keni kaluar mirë. Ne sërish takohemi me të ftuarin e radhës për emisionin ton. Të gjithëve ju falenderoj ju që na ndiqni përmes valveve të radios Window Radio dhe të gjithë atyre që na ndjekin përmes Facebookut. Window Radio mund ta ndiqni në website-in e saj zyrtar windowradio.de. Aty mund të dëgjoni emisionin live, mund të dëgjoni muzikën gjatë gjithë ditës në stop, si dhe mund të lexoni dhe lajmin e fundit. Window Radio është edhe në platformën ndërkombëtare Radio Box, ku edhe aty mund të ndiqni duke shkarkuar aplikacionin Radio Box dhe aty klikoni Window Radio. Po ashtu edhe në platformën më të madhe të radiove shqiptare, Radio Shqip, e njëjta klikoni Window Radio dhe ne jemi aty. Po ashtu edhe në Facebookun zyrtar të radios. Po të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin sot dhe live, nesër do jetë ritransmetim në radio në orën 13, si dhe do jetë edhe në YouTube në faqen zyrtare të radios. Për momentin, këto janë mundësitë që ju mund të na ndiqni dhe të dëgjoni dhe të informoheni për lajmin e fundit. Ne shpresojmë që së shpejti do jemi edhe në platforma të tjera dhe të përpiqemi që të bëjmë sa më të lehtë mundësinë që ju të na ndiqni. Unë sonde kam një të ftuar të veçantë, sikur keni parë edhe në për njoftimet tona në rrjetet sociale apo në reklam që kemi bërë në radio. Është një person që me të vërtet ka aleate vetëm të vërtetën dhe me sa duket ajo duke qenë shumë e drejtë për drejtë dhe shumë e vërtet ka krijuar ndoshta dhe shumë armiq brenda llojit të politikës ku ajo përfaqëson, apo pse jo ndoshta dhe jashtë politikës. Pra unë sonde kam avukatën Alesia Balliu. Zonja Balliu, unë të jam mirënjohës që ju më nderuat me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tim dhe duke më nderuar mua ju po nderoni edhe audiencën tonë në diasporë, që për hir të së vërtetës edhe pse ne jemi në hapat e parë tonë të kësaj radio, audienca është rrit mirë. Zonja Balliu, a mendoni që brenda Partisë Demokratike ka drejtues që vërtet e duan opozitën e dobët? Ka opozitar të ndershëm, ka njerëz që kanë bërë kauza për Partinë Demokratike, të cilët kanë rrëzimin tim pa diskutim që ka, nuk janë gjithë shitur. Kuptoj, më fjalë, ju mendoni që ka dhe eksponent kryesor të Partisë Demokratike? Është Belit Kolliçi, është Ervis Taljani, është zonja Tabaku, ka një sër drejtues që është Partinë Demokratike që ka dhënë kontribut për atë parti, që mund të jenë ardhmja partisë, që mund të japi kontribut dhe mund të bëjë diçka ndryshe. Po që e duan të dobët, ka eksponent që e duan opozitën në këtë gjendje? Absolutisht jo, kjo i shërben vetëm planit personal dhe familjar të Sali Berishës dhe madhështorëve që janë zgjedhur për të ruajtur pafësinë e tyre në mungesën e votës popullore. Që do të thotë, në mungesën e votës popullore që nuk janë të aftë të fitojnë votat e popullit dhe janë të zgjedhurit e Berishës për të marrur rrogën dhe për të mos përfaqësuar asgjë përveç se dëshirën e kryetarit dhe vullnetin e tij. Duhet të ishim dorë, Leonard, nga autokracia për të vendosur demokracinë. Demokracia vendoset me votë, votën e vendos populli dhe populli është masa. Masa nuk është me Berishën, se po të ishte me Berishën do ishte në shesh si që ishte për çështjen e armëve kimike. Berisha sot nuk tresh masë, nuk tresh popullin dhe ky është fakt. Pasi Partia Demokratike ai ka kthyer në një program private dhe në një program personale në cilën operojnë 5-6 klane klienteliste të Sali Berishës. Por kjo nuk i shërben popullit shqiptar,
kjo nuk I shërben qytetarëve, kjo nuk I shërben Leonard as demokratëve thjesht, sepse demokratët e thjesht duan fitoren, duan një demokraci, duan një parti demokratike të ndershme, një parti demokratike ku meritokracia dhe vota dhe puna të jetë numër 1 si suport për të ecur përpara, jo qokat e kryetarit. Unë ju kuptoj shëndërit, por problemi është që ne jemi këtu ku jemi dhe, ju I përmëndet... Jemi këtu ku jemi, Leonard, pasi populli mbas gjithë këtyre gjërave që kam thënë unë, jam faktuar si u faktua dhe rezultati Elbasanit që thash do dali 10-4, për arsye se populli nuk gënjehet më nga Berisha, nga shputa vjetër dhe ka ardhur koha të japin klasës së re politike drejtimin dhe mbi të gjitha mundësinë për t'i drejtuar. Ju kuptoj zonja Ballero, shiko, ju jeni një zë vërtet ndryshe dhe një zë që vazhdimisht ngreni zërin dhe përpiqeni të thoni atë të vërtetën tuaj, por ta thash Leonard para se të fillonte emisioni, Martin Luteri thoshte një shprehje, do të bësh armish, thuaj të vërtetën. Kur e thua të vërtetën nuk I pëlqen elitës, nuk I pëlqen absolutisht individëve cilët kanë fituar postin në mënyrë të pandershme, por pa diskutim I pëlqen masës, I pëlqen popullit dhe unë detyrimin e kam me popullin, e kam me qytetarët dhe nuk e kam me elitën e korruptuar, nuk e kam me masën dhe nuk e kam me parazitët që ka vënë Sali Berisha në listë për deputet, cilët nuk përfaqësojnë popullin për vullnetin e kryetarit. Zonja Ballero, ju pak më përpara përmend disa emra që janë të ndryshëm që mund të sjellin ndryshime. Janë njerëz Leonard që nuk kanë pasur kur pushtet, janë njerëz cilët paktën dorën e tyre nuk e kanë të ndotur me korrupsionin. Dhe përsa ko nuk e kanë të ndotur për korrupsionin, kanë në respektin tim, sepse unë kam qenë pjesë asaj partie dhe nuk shkon që unë ta takoj këdo, pse mua më bëj një sulm nga kryetari apo nga individët afër tij. Dhe e vërteta është e vërtet, e bardha është e bardhë, e zeza është e zezë dhe për publikun duhet sa të vërtetit që janë. Jo gjithë PD-ja është e keqe, jo gjithë PD-ja është e korruptuar, PD-ja është shpresa e vendit për të ardhur nesër qeveri, po pas Sali Berishës dhe pushtën e tij të korruptuar që ka ndaj vetes. Sepse ato I shërbejnë vetëm Ramës, I shërbejnë vetëm regjimit dhe ndosin çdo zë që del kundër atyre për arsye të vetme që të ruajnë pushtet dhe jo për të bërë shtet. Po pastaj nëse ju thoni kështu, pse në Shqipëri bëhen zgjedhjet? Sepse ju po thoni që I shërben Ramën, Berisha I shërben Ramës, këta njerëz I shërben Ramës. Po I shërben Ramës, prandaj opozita është aty ku është, sepse është pushteti për të ruajtur pushtet, jo për të bërë shtet. Që do të thotë, pushteti ruhet, Rama është gjithmonë I pari, Berisha është gjithmonë I dyti. Interesi Berishës është të jetë I dyti, të ruaj legacinë atij si lider I opozitës, jo për të sjellë demokratën në pushtet, sepse nuk e ka sot Leonard kartën morale Sali Berisha për ta sjellë në pushtet Partinë Demokratike. Pasi ka 3 akuza në spak ndaj tij, ka 2 humbje në 2013-2025 dhe nuk mund të frymëzojmë më 21 vjeçar shqiptarët për të ecur përpara. Shqiptarët mund të frymëzojnë vetëm një person I cili është I pakorruptuar, një person që është intelektual, një person që do të bëj shtet, jo një person si Berisha që do të ruaj pushtet. Zonja Ballero, ju pak më përpara sapo thatë unë isha në Partinë Demokratike. Si mund ta kuptojmë këtë? Ju ishin dhe nuk jeni demokrate sepse familja ime I përket një ADN-je të djathtë. Familja ime ka qenë kontributore që në 92-shin e PD-s Elbasanit. Çuni Xhaxhait, babai tim Ilir Balliu ka qenë 8 vite kryetari I Partisë Demokratike Degës Elbasanit. Unë vi nga familje djathtë, por unë reagova nga ndaj padrejtësisë që mu bë, për arsye të vetme se duhet isha e sinqert me popullin dhe me publikun për t'i dalë liderit tim kundra dhe pse unë kisha vite aderim në atë parti për të thënë që këtu nuk ka garë, këtu ka vdekur demokracia dhe kjo parti I shërben vetëm pushtetit sot. Nuk I shërben opozitës, nuk I shërben kauzës kombëtare, nuk I shërben për të ardhur Partia Demokratike në pushtet. Nuk është interesi im personal. Unë për interes personal jam avokate, kam 5 vite studentime, jam shkrimtare, kam botuar 2 libra, një Shqipëri, një në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është problemi im personal. Unë gjithë të luftë, gjithë të kauzë bëj për demokracinë, për parimet, për vlerat dhe për të ecur përpara pa diskutim dhe forca që unë kam dashur
kam aderuar dhe kam punuar me shpirt. Nuk mund t'i shërbej kjo kaos qeverisë dhe nuk mund të bëhet opozita një vendi pa të rritse e një qeverie. Kur ti zotrik e humbur 2 herë, kur instituti i Partisë Demokratike dhe institucioni i saj ty të thotë që neni i partisë ti duhet largohesh, në moment që ti humb zgjedhje dhe ti nuk e zbaton e ti nuk e shkelur rregullat. Jo Alisja Balliu. Alisja Balliu është transparente me popullin, është transparente me veten, është transparente për qytetarët pasi nuk i ka ndotur duart e saj me korrupsion. Çdo shpifje që bëhet mbi emrin tim bëhet vetëm sepse nuk duan që unë sulmoj regjimin. Unë sulmoj Sali Berishën sepse Sali Berisha është hallka kryesore që sot Rama është pushtet. Me fjalë, ju zonja Balliu jeni distancuar nga Partia Demokratike. Por nëse distancuar Jam distancuar nga leadershipi korruptuar i Partisë Demokratike. Unë demokrate jam me zemër, Leonard. Këto dy gjëra nuk ngatrohen. Leadershipi i Partisë Demokratike mbahet peng për të mbajtur Ramën pushtet. Ky është fakt. Sa kohë Sali Berisha drejton protestat e opozitës, është më stabil lësh Rama pushtetin e tij. Pasi Sali Berisha nuk frymëson më demokratët, pasi Sali Berisha sot nuk është më shpresë për ndryshim për Shqipërinë. Kjo është e vërteta vetme. Çdo kush që do të thotë kundërtën thjesht nuk pranon realitetin, Leonard, dhe ka bërë kompromis dhe pazar. Zonja Balliu, nëse hapet garë në Partinë Demokratike, do jeni ju një prej atyre që mund të kandidoni? Qofse më pranon në parti, patjetër që do garoj. Patjetër në program të qartë dhe të çantë për shqiptarët, patjetër. Qofse ajo parti hap garën reale, nëse ajo parti pranon kandidaturat reale për të ecur përpara, unë do garoja. Qofse ajo parti pastaj bëhet nën monitorimin e profesor doktor Sali Berishës, ajo nuk është gara, ajo është një fallso, është një fasadë e cila do i shërbej pushtetit Ramës dhe do i shërbej vetëm Partisë Socialiste Shqipërisë, nuk i shërbej demokratëve thjesht. Okej, shiko. Sepse Sali Berisha do manipuloj garën dhe do vëj një pinjoll si Luli, të cilin do ta ketë në tutelën e vet dhe do e bëj e radhës qesharak politikës shqiptare. Po, shiko, cili është pak a shumë mendimi juaj, dihet sepse ju jeni shpesh herë edhe nëpër media të tjera apo në rrjetet sociale, por si është e mundur që Partia Demokratike a ishte e pafuqishme apo thjesht nuk deshi të shfrytëzonte pikën më dobët që një qeveri ka qenë ndonjëherë, siç ishte qeveria Rama. Tani me kaq skandale sa ka pasur qeveria Rama, Leonard, mos u bëni naiv, çdo opozitë në botë do ishte lumtur me luftën që Spaku i ka bërë Ramës duke i futur gjithë bashkëpunëtorët në burg. Do ishte fituese, sidomos e zgjedhjeve lokale të datës 9 nëntor, që do fitonte 5 bashkitë. Por Sali Berisha si gjithmonë duke pasur akuzat e tij të korrupsionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pasur dhe 3 akuza në SPAK, nuk mund t'i bëj moralin një pandehur, disa të pandehurve të tjerë, nuk e di më kupton. Sali Berisha i ka shitur demokratët, Sali Berisha ka shitur kauzën, sepse nëse Rama sot ka gjithë të skandale, populli do ishte në masë, siç ishte për armët kimike dhe do ta rrëzonte qeverinë, duke vendosur opozitën krye. Por shqiptarët nuk janë budallënj dhe nuk mund vendosin një tjetër të korruptuar me më shumë telashe se Rama në krye të shtetit. Prandaj për shqiptarët sot e kesha më e vogël është Rama dhe e kesha më e madhe është Berisha. Ky është problemi real, Leonard, flasim pa doreza në radion tuaj për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Momentin që bie Sali Berisha, Edi Rama është i larguar. Nuk ka forcën morale Rama të drejtojë një popull në të cilin ai të gjithë bashkëpunëtorët e vet sot i kanë burg. Forca e tij morale buron nga Sali Berisha, pasi është Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike. Dhe është fati Ramës që është Berisha në krye, që Ramën sot e lejon Rama të qeverisi shtetin shqiptar. Ju kuptoj. Zonja Balliu, ju cekët zgjedhjet lokale, që sërish Partia Demokratike, gjë që ishte totalisht e habitshme. Po tani ka akuza Leonard me një logjik. Qofse Rama do kishte kaq akuza dhe ka kaq akuza për korrupsion, ku ka një zëvendës kryeministër të Aratis, ku ka një zëvendës ministre dhe zëvendës kryeministre të pandehur.
Ai a do binte brenda 10 ditëve nga revolta popullore, pa diskutim që do binte. A do ngriheshe populli shqiptar ndaj drejtësisë, pa diskutim që do ngrinte. A është shkaktari kryesor Sali Berisha që pengon këtë revoltë popullore, pa diskutim që është. Tani flasim me dorëza të hapura. Partia Demokratike sot do ishte në pushtet, do ishte forcë qeverisëse. Është Berisha Patricia Rabës dhe është Berisha që bën pushtet Rabës. Tani, kjo është edhe dhimbshme ta dëgjosh kështu mbi fjalë, nëse është kështu është vërtet. E vërteta gjithmonë dhëm, Leonard, e vërteta gjithmonë dhëm. Mos ta përsëris për herë të tretë, prandaj ta nisa dhe diskutimin me shprehjen e Luterit. Do të bësh armish thuaj të vërtetën. Zonja Balliu, një mendim i juaj, sepse ka qenë vërtet e çuditshëm një vendim i opozitës shqiptare, ku në zgjedhjet lokale të pjesshme të marrë pjesë me kandidat të pavarur, të varur, që su morë vesh se si ishin. Leonard, a premtoi Sali Berisha që ne kur nuk do bllokonim më zgjedhjet, pse hyrin këto zgjedhje lokale të pjesshme Sali Berisha pa logon e Partisë Demokratike? Për t'ju shmangur pa diskutim përgjegjësisë së humbjes galopante që populli shqiptar i bën Berishës, jo Partisë Demokratike. Dhe dua ta sqaroj te radioja juaj se shumë njerëz më keq kuptojnë duke thënë që Alesia Balliu sulmon PD-n, Alesia Balliu sulmon Berishën. Alesia Balliu nuk sulmon Partinë Demokratike. Alesia Balliu nuk sulmon Demokratët e thjeshtë. Alesia Balliu sulmon leadershipin i cili është dështar nga 2013 në 2025 dhe leadershipin i cili mban pushtet Ramën sot. Këtë sulmon Alesia Balliu dhe këtë dua ta regjistrosh tek radioja juaj. Patjetër, ka shumë zëra që keq kuptojnë, sidomos zërat që janë afër zyrës Shupit Berishës, zërat që duan këtë pushtet Ramës, ruajnë pushtetin e Ramës në kryeministri dhe ruajnë pushtetin e Berishës si lider opozite për mos pasur ndryshim Shqipëria, që disinformojnë mbi reputacionin tim dhe mbi emrin tim. Për shumë e shumë ndodhi, Alesia Balliu nuk sulmon Demokratët e thjeshtë, sulmon leadershipin e saj. Dhe Alesia Balliu ndryshe nga ato nuk ka frikë nga e vërteta. Dhe këtu në radion tuaj e them që unë sulmoj leadershipin e korruptuar që është Sali Berisha, leadershipin që nuk e lën të marrë frymë Partinë Demokratike dhe leadershipin dështak i cili nuk është shpresë për shqiptarët, por është regres për to. Ju kuptoj, zonja Balliu, por okej, tani ju e ngritni zërin dhe mund të ketë edhe të tjerë në zë që mund të flasin të njëjta gjëra. Problemi është se si do bëhet ndryshimi, ose si do jetë. Ato persona që mungojnë të protestë. Pse nuk bashkoheni? Pse nuk bëheni bashkë? Pse nuk ka fraksion brenda PD-s? Tani ta thot Alesia, sepse ti nuk mund të bësh një foltore 2 kur ti nuk e mbajtur premtimet e foltores parë. Premtimet e foltores parë që u ndoqja Sali Berishën ishte që do kishte figura të reja. Kë kemi sot Albanën, Tritanin, Luciano Bosin dhe Flamurnokën. Njëjtat figurat, njëjtët individ që kanë 20 vite në politikë. Berisha nuk mbajti asnjë premtim foltores parë. Këtë ndezi kjo foltore 2 e Berishës, kur ti nuk mbajti asnjë premtim foltores parë. Këtë do ndezi foltoria 2 e Berishës, kur Berisha humbi shpresat me bashkimin e demokratëve dhe bashkimin e bëri me Metën dhe Dulen. Këtë do ndezi foltore 2 e Berishës, kur Berisha nuk ka bërë një analizë për zgjedhjet e 11 majit, kur Berisha fleti gjumë 7 muaj, mirë që e zgjoi Spaku me çështjen e Ballukut që Berisha po bën protestë, dhe mirë që e zgjoi Spaku me çështjen e 21 janarit që Berisha prapë po bën protestë. I themi ca të vërteta Leonard për diasporën që është duke ndjekur tani. Dhe me gjithë respektin për radion tuaj. I themi ca të vërteta. Pse ka 7 muaj Sali Berisha që fshihet si skus? Pse ka 7 muaj që nuk jep një llogari për analizën e zgjedhjeve? Pse ka 7 muaj Sali Berisha që nuk jep dorëheqjen siç e kërkon neni, jo siç e kërkon Alesia Balliu, po siç e kërkon neni i Partisë Demokratike dhe statuti i Partisë Demokratike, institucioni i Partisë Demokratike. Pse nuk e fakton Sali Berisha farsën zgjedhore siç e premtoi në 11 maj? Pse nuk ka ngritur një protestë për këtë shkak? Por u thirr për çështjen e 21 janarit, ndodhi dhe çështja Balluku që Berisha po bën mini foltore sepse protesta i nuk më bën dot sepse njerëzit
nuk e ndjekin më Sali Berishën, nuk e besojnë më Sali Berishën sepse e kanë kuptuar që ai aty është për hallin e vet, për hallin personal, për hallin familjar dhe e trajton Partinë Demokratike si pron vetjake dhe pron personale që janë. Zonja Balliu, unë kuptoj revoltën tuaj dhe shpeshherë u jap edhe drejt në revoltën tuaj. Mos ngatro, është e vërteta, nuk është revolt, unë flas me fakte. Dhe nuk e argument kundër përgjigjes sepse në 2013 zotëria humbi Berisha ndaj Ramës, po jo, në këtë përgjigje. Po më po dakord. 2013 pati shumë lak. Po Iko Berisha erdhi Basha. Pse do të kërkojmë Berishës, sepse erdhi Basha pas 2014. Bashën e largun demokratët vot nuk kam më kësim pas Basha në PD. Po, as Berisha ndoshta nuk është përgjegjës nga 2013 a 2021. Ishte koha Basha. Jo mor zotri, në 2013 ishte humbje drejt për drejt e Berishës, zotri. Në 2025 ishte humbje drejt për drejt e Berishës. Kur ti ke humbur 2 herë nuk duhet jesh aty për të justifikuar. Fituesi nuk komentohet, por humbsi nuk duhet jetë aty për të justifikuar. Edhe rasti Sali Berishës. Ke humbur 2 herë ndaj qeverisë Rama, lëri demokratët marrin frym, lëri demokratët krijojnë garë, lëri demokratët krijojnë meritokraci, të krijojnë një leadership free, të krijojnë një opozitë serioze dhe të krijojnë një opozitë e cila nesër të jetë afër për të qeverisur dhe për të fituar. Mos e mbajt peng të interesave personal dhe familjar tuaj. Kjo është e vërteta që ndoshta jo ju Leonard se nuk dua t'ju etiketoj juve me gjithë dashamirësim për ju, po të gjithë individët nuk duan ta pranojnë dhe nuk duan ta dëgjojnë. Unë e them me zot lart sepse kam për detyrim dhe nuk kam frikë nga unë pranoj këtë që thoni ju, por nuk mund të pranoj diçka tjetër. Dëgjali se kush ka frikë nga e vërteta mban atë maskën e hipokrizisë siç e mban sot Sali Berisha. Që merr këtej e quan Sorosin armikun më të madh PD-s, këtej nga organizata Sorosit paguan lek për të bërë zëvendës president. Unë maskën e hipokrizisë nuk e mbaj, sepse e vërteta gjithmonë del në dritë dhe shqiptarët gjithmonë vlerësojnë vërtetën, nuk vlerësojnë fasadën, nuk vlerësojnë maskën dhe nuk vlerësojnë absolutisht asnjë titull bler me para. Siç ndodhi me Lasivitën, siç po ndodhe me titullin që morin në Brazil nga CDI-ja. Me fjalë po thoni që edhe zëvendës presidentin e ka bler me lek Berisha? Patjetër që ka bler me lek dhe Berisha është ai që më lejo dhe më korrigjon nëse unë gaboj, është Sali Berisha zotri, ai që thotë që George Sorosi është armiku më i madh i demokratëve dhe demokracisë shqiptare? Po jo, më kthej përgjigjet lutem. Po. E thot Berisha, tani si mund të marrë Berisha postin zëvendës president nga organizata e themeluar nga George Sorosi, nga një organizatë që ky zotri mashtron shqiptarët dhe i thotë është më e djathta në botë, ku nuk është e vërtetë sepse ajo nuk është as partia e Thatcherit, as më konservatorja, as më republikania në botë. Dhe këto janë mashtrime që i bëhen popullit, po popullit nuk i intereson qa posti personal apo qa damke ka Berisha, po qa do bëj Berisha për shtetin shqiptar, dhe Berisha po e tregon që po e mban peng nga 2013 që ti s'do ta pranosh që humbi, në 2025 që prap humbi dhe Berisha është në regres. Basha të paktën në 2021 ishte me 65. Nuk është se nuk e pranova që ai ka humbur 2013. Unë thash, nga 2013 në 2021 ishte Lulzim Basha në kryetari i Partisë Demokratike. Unë i referojmë statistikave. Në 2021 Basha nxorri me 65 deputet PD-n. Sot në 2025 e kemi 45 deputet Partinë Demokratike. Është keqardhje madhe. Partia Demokratike ishte me 30.000 vota minus në kohën e Bashës. Sot në kohën e Berishës e kemi 300.000 vota minus. Ne jemi një parti që duam vim pushtet apo jemi një parti që duam trim pateritë e pushtetit, që ta kuptojmë. Tani Berisha ka humbur 2 herë zotri, ky është fakt. Jo Basha, është Berisha që ka humbur 2 herë ndaj Ramës, 2013-2025. Çfarë do presin më shqiptarët, frymëzim, ndryshim apo revolt nga Berisha, që është një pandeu i spakut për 3 akuza. Ti themi Leonard sa të vërteta pa mbajtur madh. Patjetër, unë të falenderoj që unë nuk po mbroj Belinda Ballukun, as Edi Ramën. Absolutisht, unë dua të vi klasë e re politike, por nuk vjen me Sali Berishën. Kjo është e vërteta hidhur. Rama sot është aty ku është Berisha pateritë e pushtetit ti.
Do të them një realitet për shqiptarët, për mos e shumica e demokratëve sot ndoshta më keq kuptojnë dhe mendojnë që unë sulmoj ato. Unë nuk sulmoj demokratët e thjesht. Unë sulmoj leadershipin e demokratëve, që është Sali Berisha. Dhe nuk kam frikë ta them dhe te radioja juaj publikisht. Siç e kam thënë në çdo televizion tjetër. Shiko zonja Balleu, të gjitha këto që ju I thoni, unë do thosha, okay, dakor. Problemi është që të tregosh problemin apo të thuash kjo është plaga, kjo po. Por tani ju, pra jo thjesht ju si Alesia, por edhe ju si Alesia, por edhe ju si grup, a prisi që thot Berisha hajde uluni ju në karrikën time, çfarë po bëni ju për këtë ndryshimin e madh që diskutohet? E ke gabim, unë e kam marrë një ftesë për të ulur sërish në karrikën e Berishës, por nuk e kam pranuar. Dhe këtë po e them për të parë në radioja juaj. Si ishte kjo? Ja, pra po e them edhe një herë te radioja juaj, e kam marrë një ftesë nga eksponent Partisë Demokratike për të riulur sërish në karrikën e Berishës dhe kam refuzuar unë. Pasi unë nuk bëj kompromis me parimet e mia dhe me të vërtetën, Leonard. Tani, si bëhet kjo punë, më lër ta shpjegoj unë si bëhet. Kjo punë bëhet duke thënë vërtetën dhe kjo punë bëhet duke hyrë në garë. Tani unë mund të shkel institucionin e Partisë Demokratike që thotë në 2026 më bëhet gara dhe në 2026 keni drejta mundni Berishën me votë. Ajo që kam unë për detyrë si qytetare e Republikës Shqipërisë, si demokrate që jam, është hedh kandidaturën time, t'jap programin tim dhe pastaj zgjedhja e ngel demokratëve. Qofse duan zgjedhin një alternativë ndryshe, në rregull. Qofse duan të rrinë te Regresi dhe te Berisha për të pasur Ramën gjithjetën pushtet, kjo është zgjedhja e tyre. Unë votën do ta respektoj në çfarë do lloj momenti dhe në çfarë do lloj momenti që të ketë garë dhe të ketë zhvillim kjo parti. Unë kam mundur ndryshe Leonard nga shumica e njerëzve, unë kam folur dhe ju jeni koshient, po jo vetëm ju, po dhe gjithë Shqipëria, unë kam qenë përdit në media nga maj deri sot. Nga maj deri sot unë kam folur për këtë ndryshim leadershipi, kam folur për problemet e Partisë Demokratike, kam folur që Rama e mban pushtetin vetëm se është Berisha, leadershipi I saj, dhe kam folur për zhvillimin e vendit. Çdo kush I cili ka dashur të keq interpretoj deklaratat e mia e ka bërë me vullnetin e ligë që PD-ja të ruaj Berishën si kryetar opozite dhe Ramën si kryetar qeverie. Unë nuk jam për këtë gjë, Leonard. Unë nuk kuptoj ju që ju keni dalë hapur që nuk jeni për këtë gjë. Unë kam dalë 9 muaj që kam dalë hapur. Problemi 9 muaj që kam bërë një luftë që nuk e kam bërë funksionar më të lartë se unë Partinë Demokratike. Kam muaj që e kam luftuar Sali Berishën dhe rezultatet që unë kam parashikuar si për zgjedhjet lokale, si për zgjedhjet e 11 majit kanë rezultuar të vërteta. Unë thash Berisha humb 5 bashki dhe I humbi, unë thash që Berisha në Elbasan del 10-4 dhe më thanë Alesia ti emocionale se si isha vetë në listë, nuk ishte problemi që ishte Alesia Balliu deputete. Alesia Balliu dhe mund mos jetë kur deputete, por Alesia Balliu tha në realitet se një të vërtet hidhur që individëve nuk I pëlqen. Kjo është e vërteta vetme, Leonard. Kjo është e vërteta vetme që njerëzit nuk kanë dëshirë ta dëgjojnë. Jo njerëzit se zua difuz gjithë këtu, po pa diskutim militantët e Partisë Demokratike, sepse nuk kanë faj se ato besojnë te kauza, besojnë te protesta, besojnë te leadershipi, por leadershipi tyre nuk është aty për të ardhur në pushtet, është për të ruajtur pushtetin, për të ruajtur familjen, për të ruajtur pasurinë familjare dhe jo për të sjellur demokratët e ndershëm pushtet, Leonard. Kjo që duhet thënë dhe duhet situar. Askush mos ketë frikë nga e vërteta. Jo, absolutisht jo, dhe kemi nevojë për njerëz të tillë që e thonë të vërtetën dhe e thonë pa frikë, dhe kjo do ishte ndoshta kurimi më I duhur I politikës shqiptare, por qoftë edhe I shoqërisë tonë. Por do të bëj një pyetje lind fare natyrale. Tani, ju duke qenë një zë kaq I fuqishëm, I ndryshëm nga masa e eksponentëve të leadershipit në PD, a keni marrë presione, keni patur presione që ju mos e sulmoni liderin? Pa diskutime që unë kam pasur ndërhyrje, kam pasur presione, kam pasur si që theksova dhe gjatë fushatës dhe kërcënime në WhatsAppin tim nga familjarë të eksponent ndryshme të lartë të Partisë Demokratike, që nga nuk kryetari PD-s dhe nga familjarë të tij.
por që unë pa diskutim nuk kam bërë kompromise me të Nënkryetari vërtetën. keni për zotin Boçi? Pa diskutim, nga nipi zotit Boçi, nga djali motrë zotit Boçi, më saktë. Por unë absolutisht nuk kam bërë kompromise Leonard për të vërtetën. Unë i kam publikuar mesazhet që më kanë ardhur në telefon dhe kur më kanë indikuar dhe kam shirë videot e mia nga YouTube-i. Kam shirë gjithmonë një zë transparent, nuk kam frikë nga e vërteta. Kushdo që do të më kundërshtoj, aty ka zyrat e prokurorisë dhe ta bëj. Por ato nuk kanë guximin ta bëjnë Leonard, sepse e vërteta është në telefonin tim dhe unë telefonin tim edhe është para gazetarëve të adysh, duke i thënë shifti me numër telefoni mesazhet dhe nuk kam folur më. Kurse unë nga ato mesazhe absolutisht nuk intimidohem. Ma më japin kurajo për ta thënë dy herë më shumë të vërtetën, siç po e them edhe ju sot. Sepse unë dua që Partia Demokratike të ndryshojë, dua që Partia Demokratike të fitojë dhe dua që qeveria të rrëzohet, por nuk rrëzohet Leonard me Sali Berisha. Prandaj dale keqe unë, prandaj ato kanë frikë nga e vërteta. Zonja Balleu, që të rrëzosh dikë nga lider, pra që ta heqësh nga lider, duhet vota, ose duhet të ketë fraksione, që të detyrosh liderin që të ikë nga ajo karrige. Ne na duket sikur s'ka fraksione në PD. E ke gabim, Leonard. Masa dhe populli të rrëzojnë brenda 10 ditëve. Po pa diskutim masa dhe populli, po kush masa? Tani dëgjoj vota nuk është me Sali Berishën, Leonard. Ishte vota militantëve cilët Berisha i gënjeu për tradhtin ndaj Bashës që e zgjodhën kryet PD-s për mbrojtur interesat personal. Qofse nesër është një lider i ri, Partinë Demokratike, Rama rrëzohet, sepse Rama të gjithë bashkëpunëtorët i ka në burg dhe nuk ka më moral për qeverisur vendin. Ju nuk doni ta gjoni të vërtetën. Ju nuk keni dëshirë. Ju nuk keni dëshirë ta gjoni të vërtetën. Ju do me vërtet apo ngam detyrën time si avokate, si njëri që dua të shërbej popullit të them vërtetën. Dhe vërteta është që Rama nuk zgjat një orë, një sekond, një ditë ministri, kryeministri, me gjithë qeverinë e korruptuar që Altin Dumani, që sot Berisha e quan Altin Troplini, e ka futur në burg për arsye vetëm se ka Sali Berishën lider opozita. Nesër Sali Berisha tiki nga lideri i opozitës, qeveria Rama shëron se nuk ka kartë morale për ta drejtuar vendin. Por ka kartë morale kur ka Berishën aty, një të pandehur për 3 akuza, një individ i cili ka humbur 2 herë dhe një individ i cili ka shumë zullumve mi kurrizin e shqiptarëve, që të 21 janari, që të Gërdeci, që të çështja Partizani. Prandaj shqiptarët nuk ngrihen protestë sepse thonë do heqim ne të pandehurën Balluku me 2 akuza për të vënë pandehurin Berisha me 3 akuza. Okej, e kuptoj, Leonard, unë e kuptoj që e vërteta dhëmb, unë e kam për detyrë dhe ndjes se ndoshta isha pak e ashpër dhe në studion tuaj. Dhe në këtë lidhje me radio, po e kam detyrë të them vërtetën. Rama bie nesër, në moment që është një leadership, një djalë i ri i cili nuk është i korruptuar dhe do të bëj shtet, jo truaj pushtet si çdo Rama dhe Berisha sot. Rama do të ruaj pushtetin duke qenë numri 1 i qeverisë dhe Berisha do të ruaj pushtetin duke qenë numri 1 i opozitës. Kjo është e vërteta vetme. Ato nuk janë për të bërë shtet, por janë për të ruajtur pushtet. Prandaj do e bëjnë dhe reformën zgjedhore bashkë për të ndryshuar kushtetutën dhe për të mos lënë partitë e vogla të jenë nesër një opsion qeverisës, po për ta ndarë gjithë pjatën bashkë, sepse kështu janë mësuar ndër vite. Nuk janë për të mirën e vendit, por janë vetëm për të ruajtur pushtetin e tyre personal. Ja, okej. Meqense ju e përmendët ndryshimin e kushtetutës dhe me sa di unë janë bashkuar, janë mbledhur edhe komisioni zgjedhor Bylik-Bashi me Gjiknurin. Po Leonard, se në 11 maj kjo ishte qeveria. Çfarë do ndodh, zonja Balleu? Tani, në 11 shtator, këto me kokën ullur, u betuan dhe kjo qeveria krimit. Tani do bëjnë dhe reformën dhe ndryshimet kushtetuese në qeverinë e krimit. A e kupton ti që nuk kanë faj shqiptarët, Leonard? Fajnë e ka... Jo, shqiptarët nuk kanë faj. Nuk u dhen faj shqiptarëve. Problemi është i faj... Kopin keqen më të vogël Edi Ramën që ka bërë korrupsion, se sa Sali Berishën, cilin ato e akuzojnë dhe për vepra tjera penali, se nuk dua të hyj, sepse unë ka diçka dua të jem e sinqert deri në fund për mos marrëveshjeve politike që kam me Berishën
ato e akuzojnë për një mori gjërash dhe nuk i kanë më besimin. Prandaj them unë që siguria e Ramës vjen nga opozita dhe vjen nga leadershipi i opozitës. Prandaj duhet ndryshohet opozita që të vi pushtete djasta. Nuk e dia isha e qartë. Ju jeni shumë e qartë nga të që thoni, por ne nuk jemi shumë të qartë për diçka. Ose ndoshta ne në diasporë, ndoshta e shikojmë pak ndryshe, nuk e di. Pra, dëgjojmë zëra ndryshe, dëgjojmë zëra që duan ndryshimin, pra edhe doktor Ali Mehmeti, edhe Saljani e ka thënë disa studio, edhe kjo zonja Tabaku, ju jeni ai zëri më i drejt për drejt, më i përditshëm, duke ngritë zërin për këtë problem. Por problemi është këtu, që nuk shohim një grup që të jetë fraksion, apo të ketë një strategji, apo një platformë, si do hiqet Sali Berisha nga Partia Demokratike. Sepse nuk besoj që Sali Berisha do thotë, po ikun, hajde ti. Jo, Sali Berisha ishet me vot nga Demokratët, në rreth Okej, pra si do bëhet? ishet me analizën e zgjedhjeve. Nuk u bën ato. Sali ishet, dëgjoj Alesjen, me premtime të cilat nuk i kanë mbrojtur demokratëve, që te foltorja numër 1, dhe ishet edhe me kartën morale. Që të ishet Sali Berisha, mjafton që zërat si Ali Mehmeti, si Alisa Balliu, si shumë të tjerë, si Dash Sula, si shumë e shumë tjerë, Myslim Murrizi, që dua t'i theksoj këtu te studia juaj, ka dalë kundra ati, dhe t'japin platformën e dur ditën që do jetë zgjedhja e Partisë Demokratike. Po që t'jetë zgjedhja e Partisë Demokratike, më dëgjoj me vëmendje Leonard, lutem, se dua vëmendjen tuaj. Duhet respektuar nenin e statutit Partisë Demokratike. Do të thuash ti Alisa që do të thuash ti me këto. Dua të them, neni thot që kryetari i cili u mbet zgjedhje nuk ka drejt rigaroj Leonard. Kështu që ta loj Partinë Demokratike të bëj garë, ta loj Partinë Demokratike të japi me meritokraci, ta loj Partinë Demokratike kandidatët unë, Saljani, Belindi, Jorida, kushdo qoftë që ka aspirat, t'japin programin dhe t'japin maksimumin për ta bërë diçka pozitive për Partinë Demokratike, por dhe për Shqipërinë. Por duke respektuar institucionin e Partisë Demokratike, nenin e Partisë Demokratike, i cili citon qartë që kryetari i cili u mbet zgjedhjet nuk e ka të drejtën e rigarimit. Dhe ky është rasti Berishës. Nuk e di jam kupton, Leonard. Po ju kuptoj. Dua të jem transparente me demokratët, me shqiptarët, po dhe me ju radio se na ndjek gjithë diaspora. Tani, në këtë kontekst, Sali Berisha duhet të respektojë statutin, duhet të respektojë nenin, duhet të respektojë parimet dhe ta lëj Partinë Demokratike në prill të 2026-s hyn garë. Patë. Me fjalë, ky është kushti i vetëm i juaj, që Sali Berisha mos e garoj. Është neni. O zotri gaboheni, si shumë gazetarët e ju gaboheni. Nuk është kushtim. Ky është neni. Është neni, është institucioni, e thot neni, nuk e thot Alisa Balliu. Po neni kush e ka bërë? Neni kush e ka bërë dhe kush e ndryshon? Nenin e kanë bërë demokratët. Kush këshilli kombëtar? Berisha vet, i cili do rrëzonte Ramën. Po Berisha prapë mund ta ndroj. Berisha prapë do rrëzonte edhe Ramën mbrapa. Tani një sekond. Do rrëzonte Bashën, pastaj do rrëzonte Ramën. Nuk rrëzoi asnjërin as tjetrin. Tjetri u rrëzua se ishte kloni dhe paterica e Berishës, kurse Rama vazhdoi qeverinë e tij sepse ishte Berisha paterica e tij. Me thënë vërtetën. Nenin e kanë bërë demokrat kur kanë votuar statutin, kur kanë votuar risemelimin, kur kanë votuar leadershipin e partisë me mirëbesimin se do vinin në pushtet. Okej. Të shpresoj, por duke patur parasysh nenet po ndryshojnë nenet e kushtetutës nga mëngjesi në darkë, po ndryshojnë nenet e jo nenet e një statuti partie, po të shpresojmë që Partia Demokratike të demokratizohet. Dakor, në qoftë se nuk do ta ndryshojnë dhe duan të vazhdojnë të majnë Berishën, do ta kthejnë një shoqat dhe do ta kthejnë siç ka qenë LSI-ja dikur me 4 deputet. Po kjo nuk është ardhmja, kjo është regresi i Partisë Demokratike. Unë po flas mbi parime, po flas mbi ligje, po flas mbi një procedurë të rregullt ligjore. Tani kush do të më kuptojë dhe do të eci përpara shtetit shqiptar, është dakord me mua. Kush nuk do
të pranoj të vërtetën, do jetë pa diskutim në regres dhe do doj qeverisjen e Ramës dhe 50 vite tjera. Të nderuar miq, ju falenderoj gjithëve ju që po më shkruani dhe po na ndiqni, edhe përmes aplikacioneve që ju e dini dhe unë deklarova se ku mund të ndiqet radioja jonë. Do përpiqem të përzgjell ndonjë pyetje për zonjën Balliu për ju dhe sinqerisht mirënjohës pafund për vëmendjen tuaj dhe do ecim edhe pak me zonjën Balliu me fjalë sepse është vërtet duhet jemi mirënjohës që ajo në këtë mbrëmje përmes telefonit me fjalë dhe ka lënë punët e veta dhe diskuton me ne. Zonja Balliu, unë do të përzgjell vetëm një pyetje që e kam këtu përpara të një personi që jeton jashtë, është në diasporë, dhe më thotë, Leonardo, respekte për zonjën Balliu, thotë, dhe respekte për emisionin tonë, okej, etj. Pyetja thotë zonjën Balliu, thotë, ajo apo dhe grupi i saj, thotë, ose vetë Partia Demokratike, ka në një strategji të mirëfillt, në një platformë të mirëfillt, se si mund të largohet Rama? Tani, Rama largohet vetëm duke pasur informatimin e Partisë Demokratike. Nuk largohet Rama sa për sa kohë të jetë në krye Sali Berisha. Sali Berisha është garancia vetme që Rama të vazhdoj pushtetin. Në ditën që Sali Berisha nuk do jetë më kryetari i Partisë Demokratike, pa diskutim që as Rama nuk do jetë më në krye shtetit shqiptar. Pasi Berisha e mban Ramën në pushtet. E thako më përpara, thë. Zonjë Balliu, është SPAK-u që po bën politikën, apo është politika që komandon SPAK-un? Kjo është SPAK-u po bën opozitën në vend, pasi shteti shqiptar nuk ka më opozitë dhe SPAK-u është opozita vetme dhe reale e Edi Ramës. SPAK-u është institucioni i cili ka futur gjithë bashkëpunëtorët e Ramës dhe i ka dërguar mbas hekurave. Dhe ky është fakt, Leonard. Dhe opozita apo lideri i opozitës duhet ishte i lumtur për këtë fakt dhe ta suportonte SPAK-un, jo ta quante Altin Troplini, por si duket lideri i opozitës ka hall personal se mos përfundon si bashkëpunëtorët e Ramës SPAK dhe godet SPAK-un. Kjo është tragjedi, komedia më e madhe që sot i bashkërendon apo i bashkangjit shqiptarëve. Po, a mendoni ju që vetë Rama përmes SPAK-ut ka dhe eksponent opozitës që u bën presion dhe Partia Demokratike është në këtë gjendje që është... Unë mendoj që opozita vetëm e Ramës është SPAK-u ka bërë një punë shkëlqyer dhe telashi që ka lideri opozitës me SPAK-un është problemi më madhor që ka SPAK-u ndaj shqiptarëve dhe pa diskutim është kënaqësia personale që ka Rama aktualisht dhe është stabiliteti i pushtetit. Zonja Balliu, a mendon se do duhej të bëj një rithimërim i ri sikur u bë në 2002, mos e gabim, kur ishte me fjalë nuk ka asnjë rithemelimi pa respektuar Leonard statutin, pa respektuar Po shiko zonja Balliu, do largohet, pa pranuar të vërtetën, por mbi të gjitha dhe pa bërë analizën e zgjedhjeve. Ka 7 muaj Sali Berisha nuk bën analizën e zgjedhjeve, nuk bën analizën e humbjes galopante të 11 majit. Për shkak nuk bëhen këto, nuk mund ta kalosh këtë faqe për të shkuar tek faqe tjetër. Gjërat bëhen me radhë si alfabeti, kur ti mëson shkronjat A, B, C, pastaj kalojmë te Z-ja që është në fund. Nuk mund t'i kalosh faqet në mënyrën si do ti për interesat e tua personal. Ti duhet t'japësh llogari për humbjen e 11 majit, duhet bësh analizën e zgjedhjeve dhe duhet ballafaqohesh me demokratët, sepse në të kundërt ti do përfundosh me 200 veta në protestë, siç ke përfunduar. Aq sa i mbledh çdo person për një dasëm apo për një sebeb familjar. Ju zonja Balliu në një media tjetër, në një televizor, ju keni deklaruar që në dasmën tuaj do keni më shumë kryq se sa kishte Berisha protest. Patjetër, do ketë gati mbi 700 ftuar, pa diskutim.
Po pse si merrni ata të shqiptuarit me fjalë dhe ju me vello dhe të shkoni të bëni protestë para kryeministrisë? Unë protestën do të organizoja pa prezencën e leadershipit korruptuar të Partisë Demokratike dhe të shitur te Rama që është Berisha. Protestën do ta bëja për shqiptarët, protestën do ta bëja për qytetarët, por kur për të mbrojtur interesat personale dhe familjar. Sali Berisha zotëri ka marrë më të mirat e asaj partie, ka qenë kryetar opozite, ka qenë kryeministër, ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë. Ju nuk mendoni që dhe mbas asaj humbja ai duhet ketë dignitetin për t'u larguar me integritet nga politika, duke thënë që kaq ishte epoka ime politike dhe përfundoi dhe ja lei radhën brezit të ri për të ngar, por jo ai kërkon ta mbaj peng për interesa familjar, për interesa personal, për të shpëtuar drejtësisë dhe për ta bërë opozitën pesharak, siç është ajo sot. Nuk e meriton Partia Demokratike këtë përbuzje, nuk e meriton Partia Demokratike këtë diskriminim, nuk e meriton Partia Demokratike të katandisët ashtu siç e ka katandisur Sali Berisha në ato proteste. Partia Demokratike meriton të jetë serioze, meriton të jetë alternativë qeverise, meriton Leonard të jetë fituese ndaj qeverisë korruptuar, ndaj qeverisë që gjysmën e qeverisë e ka në burg, që ka kryetarin e bashkisë në burg, ka zëvendës kryeministrin të pandehur, ka zëvendës kryeministrin të arratisur. Ky duhet ishte fakt që Partia Demokratike të ishte fituese në 5 bashkitë e zgjedhjeve lokale, të ishte fituese absolute. Por jo, ajo nuk është fituese se është Berisha aty. Dhe individëve të PD-s ju dhëmë e vërteta. Kjo është e vërteta që unë artikuloj me zë, dhe pse bëjmë armike për partinë time, siç e thoshte Luteri, se ta thash mbi 4 herë sot, thuaj të vërtetën dhe pa diskutim armiqt i këtë garantuar. Është pa diskutueshme ajo, por është problemi që edhe kur ka njeriu armiq, më duket se ju këta armiq po i përdorni si shkallë për të ngjitur, sepse varet edhe se si i përdor armiqt. A i përdor të mos flasësh, të ndalosh, të stepësh, apo i përdor të ecësh, të ngjitesh, pa edhe ju më duket se përdorni këtë dytën me fjalë. Nuk ju trembin armiqt. Tani dëgjoj Leonard, ngjitja nuk ndodh kurrë mbi urrëtitjen, ngjitja nuk ndodh kurrë mbi përbuzjen e tjetrit. Ngjitja ndodh gjithmonë vetëm me punën, me kontributin dhe duke thënë vërtetën. Kush nuk i pranon këto 3 parimet kryesore për të ecur përpara dhe pranon ato 2 të tjerat për të bërë servilin, është problemi i tyre, jo e Alesia Balliut. Alesia Balliu ka detyrë për të thënë vërtetën, ka detyrë për të punuar, ka detyrë për të dhënë kontribut dhe ka detyrë për të reaguar ndaj padrejtësive, siç ndodhi me Berishën. Unë nuk jam për të bërë armik i Partisë Demokratike, unë jam bërë armik i Berishës, jam bërë armik i padrejtësive që ndodhen atë parti, jam bërë armik i atyre që shkelën demokracinë, i atyre që bërën ato lista që bërën qokat, që nuk morën as listën e mbyllur PD-s Elbasanit, por mbi të gjitha për të thënë vërtetën dhe për të qenë transparente për publikun. Sepse ka ardhur koha që kjo klasë politike të largohet dhe ka ardhur koha që gjenerata e re ta drejtojë shtetin shqiptar. Qoftë fajtas, qoftë djathtas. Më vjen një pyetje dhe po më duket shumë interesante nga Kanadaja, më shkruan, respekt edhe për emisionin thot dhe respekt thot edhe për zonjën Balliu, sepse unë ndjek thot shpeshherë dhe kam respekt të veçantë për zonjën Balliu. Por do doja thot, sepse unë nuk kam patur mundësi ta pyes vetë direkt, dhe nëse është mundur thot m'ia drejto këtë pyetje. Do doja thot, ka kontakt zonja Balliu me zonjën Ivi Kokalari, sepse edhe ajo në foltore ka qenë një zë fuqishëm pro Berishës, por pastaj që duan dhe ajo ka dalë kundër Berishës, madje ka dalë të thotë që Partia Demokratike do kandidatët do e marrën Partinë Demokratike. Tani është e drejta të hedhë kandidaturën për Partinë Demokratike në rast parë, se çdo kush ka aspiratat dhe ambicet e veta dhe unë pa diskutimi përshëndes. Në radhë të dytë unë nuk kam kontakt me zonjën Kokalari, në radhë të tretë pa diskutim që respektoj çdo zë që është ndryshe nga ato individ cilët hedhin balë dhe shpifje mbi reputacionin dhe emrin tim, sepse them vërtetën, unë nuk e bëj këtë gjë te kundërshtari, por
preferoj që atë ta ballafaqojnë në studio televizive me argument dhe pa diskutim, duke i thënë të vërtetat në sy dhe jo duke u fshehur. Që Partia Demokratike të për të para duhet gara, duhet argumenti, duhet debati shëndosh, jo debati i bazuar me retorikën enveriste dhe mbi shpifjen, siç po e bëjnë sot. Nuk ecën më Partia Demokratike me madhështorët Albana Vokshin, Flamur Nokën, Tritan Sheun, Luciano Boshin dhe Sali Berishën. Kjo është një parti e cila nuk jep shpresë, nuk frymëzon dhe pa diskutim nuk është ndryshime. Shiko se Balli, faktikisht edhe ju gjatë këtij emisioni, por edhe të tjerë, si ku thash disa herë, këto gjëra diskutohen dhe thuhen që duhet ndryshimi. Zonja Balliu, t'jemi pak më shumë konkret. Kush është platforma që duhet të largohet Sali Berisha? Platforma që duhet largohet Sali Sepse Berisha ju përmendet Murizin, përmendet Dashsulën, shumë. Pa diskutim. Jeni bërë grup ju, keni ndërtuar një grup të tuaj që do t'jeni me një platformë, me një kandidaturë në PD? Pa diskutim që e kemi një target grup të saktuar, cili nga pa diskutim e kemi në krah. Unë do thoya vetëm diçka që Sali Berisha të largohet, i duhet që Sali Berisha të ketë vetë kartën morale, politike, që të japi dorëshën dhe të respektoj pa diskutim institucionin e Partisë Demokratike dhe nenin e saj që e citon qarta si që kryetari i cili u mbet zgjedhjet nuk ka të drejtën të rigarojë për kryetar. Që i përket zgjedhjeve janë prill të 2026 dhe deri atëherë pa diskutim që secili nga ne do ketë programin, platformën për mbi të gjitha dhe integritetin e vetë hedhur në letër dhe do jetë një moment i dytë që ne do ta konsumojmë si bisedë. Por ky proces duhet jetë një proces i qartë, një proces i pastër, një proces i rregull dhe një proces në të cilin Sali Berisha nuk duhet të ketë. Sipas ligjit, sipas statutit dhe sipas të mirës për demokracinë dhe për zhvillimin dhe për integritetin e opozitës shqiptare. Vetë zonja Balliu, kë ka kundërshtar, Sali Berishën apo Edi Ramën? Unë kundërshtar politik pa diskutim kam të majtën. Pa diskutim kam të majtën, sepse unë mbi 15 vite të jetës time kam sulmuar forcën e majtë. Nuk kam sulmuar të djastën. Unë të djastën nuk e sulmoj akoma Leonard, to janë shpifje që bëhem mbi emrin tim, unë sulmoj leadershipin i cili e mban peng të djastën që quhet Sali Berisha. Dhe citoj këtu prapë te radioja juaj për ju dhe për gjithë diasporën dhe për gjithë ato individ cilët duan të disinformojnë mbi emrin tim dhe mbi qëndrimet e mia. Qëndrimet e mia janë kundra autokracisë, kundra pronësimit që Sali Berisha e ka bërë asetit kombëtar që është Partia Demokratike e Shqipërisë. Nuk e di am kuptoni. Jo, jeni shumë e qartë dhe tani gjithë secili ka mendimin e vet, ka perceptimin e vet. Socialiste jam që Partia Demokratike vin pushtet, por jo me Sali Berishën. Ky është qëndrimi im personal, me zë e them këtu te ju dhe pa diskutim që do jetë i regjistruar dhe të jetë i qartë për gjithë ato individ cilët mua më ndjekin. Unë nuk jam kundra demokratëve të tjerë që kanë dhënë kontribut, që kanë dhënë shpirti për atë parti, përkundrazi Alisja Balliu i respekton, por Alisja Balliu nuk mund të jetë pjesë e pazareve që bën leadership i tyre, qoftë me Lasivitan, qoftë me postet që merr në SDI dhe qoftë me 0 darkë që hedh për struktura dhe i lën pa ujë pa bukë komisionerët siç ndodhin në Elbasan. E vërteta zëm, po duhet thënë Leonard. Jo, patjetër që duhet thënë, dhe për të jemi mirënjohës që ju e thoni të vërtetën dhe secili pasaj ka mendimin e vet, ka këndvështrimin e vet, perceptimin e vet, kështu që edhe unë si moderator përpiqem të jem më tepër me publikun, më tepër për të thënë atë mendimin, apo si unë e mendoj një mendim ndryshe për publikun, meqense publiku nuk ka mundësi të marrë pjesë në çdo pyetje apo në çdo gjë që ju thoni. Por, qiko, ju mendoni që duhet të ikë Sali Berisha që të Partia Demokratike të ringjallën. Por, brenda PD-s, ju përmendet edhe vetë disa emra, që aty keni deputet. Pra, plus edhe disa emra të tjerë që
ndoshta shoqëritë i përmendim, por edhe i përmendim pa problem. Do jenë aty. Dhe sa mund të rinjallet Partia Demokratike nëse nesër vjen një kryetar i ri, kurse komplet baza eksponentëve lider janë aty. Tani, nëse individët cilët pa diskutim kanë aderuar në Partinë Demokratike, siç kam aderuar edhe unë, dhe nuk janë të korruptuar dhe janë emrat e rinj, cilët nuk kanë pasur kur pushtet, ato vetëm mirë do t'i bënin Partisë Demokratike, sepse janë individë cilët nuk kanë se të mbajnë mbi kurrizin e tyre zhvillimet të kryetarit të Partisë Demokratike, leadershipit vjetër dhe pa diskutim një ndër zërave dhe pushtetarëve më të lartë në Shqipëri në këto 35 vite në tranzicion. Leonard, Sali Berisha është shembulli i një tranzicioni pafund. Kemi nga 92 deri më sot që është një ndër eksponentët edhe faktorët kryesor të politikës dhe realitetit politik shqiptar. Tani është një person i cili nuk pranon rotacionin politik në partinë e vet. Tani nuk mund të presë është ndryshim. Ka presion Berisha nga këta që mos ta pranojnë, ndoshta edhe ai vet do, po ndoshta për presion këta të tjerët. Ose mund t'jetë Berisha i kapur. Nuk besoj që Berisha ka presion në këto momente, pasi individët e tjerë për koherencë publikut dhe për transparencë, siç jam unë gjithmonë e vërtet, Berisha është më i afti ndërmjet 40 rrogtarëve që ka zgjedhur për deputet. E bardha është e bardhë në mua dhe e zeza është e zezë. Unë mendimin tim e jap gjithmonë objektiv. Ato janë zgjedhur aty për të mbajtur pa diskutim Berishën pushtet, sepse është Berisha që i mban ato rrogtarë. Pa Berishën ata nuk janë të zgjedhurit e popullit, ato janë të komanduarit e kryetarit dhe janë pa diskutim shërbimin e tij maksimal. Me keqardhjen më të madhe dhe me dhimbjen më të madhe them këtë gjë, por që është një vërtet. Unë sot mund të jem kritikuesja numër 1 e Berishës, por nuk e kam targetin të them që Sali Berisha është i paaft. Por të paaft janë ato 40 rrogtarë të cilët e mbajnë akoma Sali Berishën pushtet. Shiko, meqense të kam këtu dhe e kalum pak se shpejt atë pjesën e ndryshimit të kushtetues, pra edhe janë hell disa pika. Leonard, tu nuk po pyesin më për kushtetut, po ta kesh vënë re dhe ZHKK-ja, e cila kërkoi pezullimin e zonjës Balluku, është në shkelje plot kushtetutës. Jo, do të pyes edhe për atë, do të pyes për atë, por jo, mos ma dish, prit, e kemi pak më vonë këtë. Do të pyes për këtë tjetër. Diskutohet që do bën 101 deputet dhe 39 apo 38 kudion senator. Po sa kuptimi ka një... Po këtë duhet di pra kuptimin, se kush është kuptimi duke pas parasysh që ju jeni edhe e angazhuar politikisht, por jeni edhe punonjëse e ligjit. Nuk ka asnjë kuptim, ka 101 deputet apo ka 140 deputet. Tu po nuk ndryshoj klasa politike dhe nuk po nuk ndryshoj vullneti politik për të bërë shtet dhe jo për të ruajtur pushtet, reforma zgjedhore nuk ka asnjë rëndësie. Që ta kuptosh me pa fjalëtia apo gjithë diaspora që është duke nga ndjekur, kjo reformë zgjedhore për ta bërë me senatori humbet mundësinë partive të reja të vogla të jenë përfaqësuese në parlament, por mbi gjitha bën 6 vite në Senat madhështor një individ si Flamur Noka pa vot. Nga ana e Partisë Demokratike flas. Po mos bëhet pikërisht për këtë, për të shpëtuar disa figura. 6 vite i bën senator pa vot se i zgjedh kryetari dhe pjesën tjetër pastaj e zgjedh populli. Dhe të gjitha diskutimet kalojnë në Senat, projekt ligjet. Dhe parlamenti pastaj është thjesht një arenë në cilën deputetët mund të japin diskutimet e tyre. Nuk është çështja e reformës zgjedhore. Çështja është të ndryshoj klasa politike. Po nuk pati vullnetin. Apo s'u bën pikërisht për në kurrizin e këtij ndryshimi. Po nuk pati vullnetin klasa politike për të bërë shtet, po për të ruajtur pushtet nuk të ndryshon gjë. As Senati, as reforma zgjedhore, as numri deputetëve në parlament nga 101 në 140. Thjesht ajo do shërbej të privilegjuarve të kryetarit si Noka me shok për t'i dhënë 6 vjet dhe për t'i bërë 6 vjet senator pa vot. Nuk e di ai sa e qartë. Ja, këtu pra, po këtu do të qartësohem pak sepse edhe ne shpeshherë e diskutojmë edhe me miq apo edhe me miq tonë, me fjalë qoftë me telefonata, qoftë kur rrim në kafe.
Pra apo s'është një lojë vetë Ramës dhe Berishës për të shpëtuar veten apo për të shpëtuar një grup të tyre. Po patjetër, pasi reforma zgjedhore favorizon partitë e mëdha dhe do ketë vetëm PSD, nuk favorizon partitë e vogla. Kjo është një vdekje politike për partitë e vogla dhe pa diskutim që favorizon dy forcat e mëdha dhe favorizon dhe një target group quajtur në thonjza elita e partive, të cilët do jenë senator me një mandat 6 vjeçar, në cilin ato do kenë pa diskutim mbrojtjen, do kenë pushtetin dhe do jenë të pavotuar, do jenë zgjedhurit e kryetarit, Leonard. Me pak fjalë. Me fjalë ju, si Alesja Balliu dhe target grupi juaj jeni kundër kësaj zgjidhje? Unë do isha pro kësaj zgjidhje, mos ishte Rama dhe Berisha negociatori i reformës zgjedhore. Po është Bylik-Bashi. Është Bylik-Bashi. Po Bylik-Bashi, Volsi Vanjën, pa diskutim do ta votojmë për senator Tauland Ballon Majtas dhe Flamurnokon Djathtas. Kjo është ideja, se po flas shumë popullor, nuk po flas më në institucionale dhe për gjithë ato individ cilët janë duke na ndjekur. Unë nuk jam dakord që sa individ të bëhen senator pa meritë dhe të jenë të selektuarit e kryetarit. Ato mund të jenë të selektuarit e kryetarit të një klase të reje politike pa diskutim dhe të një ndryshimi të gjithë sistemit politik, jo në sistemin aktual Leonard që jemi. Sepse mund të ndërtohet një sistem i politik në cilin individ me integritet lartë mund të kenë pa diskutim kontribute dhe vlera njerëzore për të bërë senator 6 vjeçar, qoftë të zgjedhur nga kryetari dhe jo nga populli, por që kanë çfarë japin për shoqërinë shqiptare, jo të jenë mediokër dhe analfabet si Flamurnoka që tregojnë gishtin e mesit në parlament. Kjo është në atë kemi shumë që nuk dinë edhe ndoshta alfabetin, jo më të dinë edhe kodin e sjelljes pastaj. Pikërisht prandaj po e them, pikërisht. Jo kuptoj. Zëri Balliu, meqense ti largohemi pak politikës për tek profesioni juaj. Dhe çfarë filluat të më tregoni, por çfarë po ndodh me fjalë gjykata pezullon zëvendës kryeministrin, ministrin e transportit nga funksionet e detyrës. Por ajo është edhe deputete. Tani, si mund ta shpjegosh ligjërisht për ne që kuptojmë pak? Ligjërisht, Leonard, kjo është një shkelje flagrante e kushtetuesës, pasi neni 7 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë shpjegon qartë ndarjen e pushteteve në Shqipëri dhe respektimin e tyre nga ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi. Që do të thotë, vetëm presidenti ka të drejtën të pezullojë dhe të dekretojë një zëvendës kryeministre, një ministre dhe kryeministri ka të drejtën e propozimit. Nuk mund të marrësh targetin e kompetencave që nuk i takon GKK-s. GKK-ja Spaku, po të donte të bënte shtet, pa diskutim çonte i shkresë zyrtare në Parlamentin e Republikës Shqipërisë, ku kërkonte heqjen e imunitetit zonjës Belinda Balluku. Dhe pa diskutim, nëse do kishin frikën që ajo mund të fshinte provat nga funksioni i lartë që ajo mbante, i jepnin zonjës në fjalë arrest shtëpie. Nuk e bënin Ramën viktim në këtë histori, duke e fajsuar dhe duke Rama bërë këtë lojën që thonë që unë respektoj kushtetutën edhe gjën e çojnë kushtetuese. Po e bënte shumë të tjerë, qoftë nga ana ligjore, qoftë nga ana publike, qoftë nga ana politike. Me thënë, ju përdoni thoni që... Do t'japë drejt zonjës Balluku, pasi GKK-ja nuk e ka targetin, ligjërisht, tu flas si avokate, nuk të flas si pjesë politike, që t'jemi të qartë që ta ndajmë pak gjën, nga ana profesionale dhe nga ana... Sepse nga ana morale, unë them që duhet t'japi dorëheqjen dhe ta lëj pa diskutim drejtësinë të operoj derisa të vërtetojë e kundërta. Nga ana morale, nga ana profesionale pastaj. Si avokate, unë nuk e shoh fare të arsyeshme që GKK-ja bën arbitraritet me ligjin duke vendosur pezullimin kur nuk e kanë targetin e saj ligjor për ta bërë. Po mirë, po tani këta kanë kush është mendimi juaj me fjalë?
Pse nuk e kanë bërë atë veprimin që t'i bëjnë një shkërje zyrtare, një kërkesë parlamentit për heqjen e imunitetit? Unë mendoj që do bëhet para datës 5 dhjetor, Leonard, dhe mendoj që duhet ta bëj për korrektësi të publikut, për korrektësi të ligjit dhe për korrektësi ligjore. Pasi Pse bën këto gafa ligjore tani? Nuk mund t'ja lën Ramës targetin ta shkarkoj apo jo, pasi ky target i caktohet pa diskutim shkeljeve ligjore të zonjës Balluku, përballje saj me ligjin dhe pa diskutim janë ato që duhet ta kërkojnë në opinionin tim si profesionistë dhe avokate në mënyrë ligjore drejt parlamentin me heqjen e imunitetit dhe me masën e arrestit shtëpiak ndaj saj. Jo duke lënë topin dorë të Ramës, sepse nuk e ka Rama targetin për të bërë ligjin apo për të vendosur gjyqësorin përpara çdo veprimi që ai mund të marrë. Qoftë edhe përballë asaj që ai ka sot, që është ekzekutivi i pushtetin e vet. Ai nuk mund ta mbivendosë. Kto nuk mund ta kalojnë penalltin të Rama, me pak fjalë për publikun që duke na ndjekur, por ata duhet veprojnë vet, duhet kërkojnë heqjen e imunitetit zonjës Balluku, duhet ta përballin ato me drejtësinë dhe duhet ta shmangin absolutisht nga pushteti ekzekutiv. Plotësisht dakord. Unë e mendoj në mënyrë siç mund ta mendoja qoftë edhe për një të djathtë. Dhe këtu po flas si profesioniste, nuk po flas me gjyrim politik. Ju kuptoj shumë drejt, por ju edhe si politik, por edhe si profesioniste. Si politik, unë mendoj që ajo nuk duhet zgjaste si politikane, unë mendoj që ajo nuk duhet zgjaste një sekond në targën morale politikës. Ajo duhet jepte dorëheqjen, unë e kam thënë dhe për Erion Velin, e ripërsëris dhe për zonjën Balluku, kur një person merret i pandehur, qoftë edhe për zotin Berisha, duhet t'japin dorëheqjen nga politika dhe të lejojnë drejtësinë për punën e saj. Por ne jetojmë në Shqipëri dhe me këtë standard politikanët shqiptar nuk janë mësuar, fatkeqësisht. Prandaj them që në këtë rast paku e nxjerr Ramën viktim, se Ramën ti ndërkohë i heq ekskluzivitetin e pushtetit ekzekutiv dhe ti thua pushoje kur e ke vendosur vet. Ndërkohë këtë duhet ta vendosi ligji, duhet ta vendosi kushtetuta me ligj dhe jo ti të shkelësh ligjin dhe të marrësh kompetenca që nuk përkas. A pe bën spaku këtë, sepse pra këtu duhet të themon, sepse ju po thoni duhet. Okej, që duhet dakord, por spaku si bën këto gafa ligjore? Apo i bën të mbrojë Ramën, apo i bën që Balluku të marrë kohë për të ndryshuar apo për të tjetërsuar prova apo ku po diun. Pra spaku me kë është në këtë rast? Unë mendoj tani në një anë logjike, unë mendoj që në këtë situatë i vetmi që bëj shërben kjo situatë nga një analizë imja subjektive e objektive gjithmonë, të flasim në mënyrë politike tashmë, unë mendoj që kjo shërben Ramës, pasi Rama del viktima në këtë histori, nuk del as Balluku, as spaku, as gjë KKO-ja. Pasi pa diskutim Rama e kalon topin të kushtetuesja dhe thotë unë respektoj ligjin. Nuk dal kundra drejtësisë dhe do respektoj ligjin. Qoftë është shkel në një shtati kushtetutës, unë do ta çoj te gjykata kushtetuese. Sepse Rama thotë unë e bëra një shkarkim. Dhe e ka çuar në gjykatën kushtetuese. Po, dhe ka bërë linjën e dur, sepse ai nuk e bëri me rastin e Velisë. E çoi për shkarkim dhe kushtetuta ja refuzoi. Ajo mund bënte dy herë njëjtin gabim dhe prandaj them unë që në këtë moment spaku favorizon Ramën dhe trajton si viktim. Ndërkohë spaku duhet marrë masat ligjore dhe këtu flas si avokate që të kërkoj pa diskutim heqjen e imunitetit zonjës Balluku për fshirjen e provave dhe ta mbajnë arrest shtëpie. Dhe unë mendoj që kjo gjë do ndodhi para datës 5 dhjetor. Para datës 5 dhjetor do jetë kërkesa e spakut të parlament? Po, unë prandaj mendoj që ne nuk duhet nxitohemi dhe ne nuk duhet japim opinione të shpejtuara, duhet presim dhe duhet ta lejmë të drejtësinë këtë kohën e saj. Dhe prandaj nuk kam dashur shpreh për këtë çështje. Rama ka qenë në të gjithë të drejtën ligjore, jo morale, se për morale ajo duhet jepte dorëheqjen, ajo ripërsëris. Në të drejtën ligjore për ta çuar në kushtetuese, se në një shtat të gjë thot që pushteti ndahet dhe gjyqësori nuk ka të drejtën të marrë pa diskutim rolin e ekzekutivit. Sipas logjikës tuaj, profesioniste, kushtetuese do jap drejt në një shtat i kushtetutës, nuk e thënë Alisa Balliu, e thot ligji. Se këtu kesh kuptohen to që thojnë pastaj po mbron Alisa Ramën.
Qofse më kërkon Jo, mendim nuk po them profesional, atë, ta jap nuk po them mbas atë. venit, mbas kushtetutës. Qofse do mendim moral politik, them që ajo duhet japi dorëheqjen e s'duhet rrinë zë vendës kryeministra. Se janë dy gjëra Sa mund ndryshme. të zgjas vendimi i gjykatës kushtetuese? Unë mendoj që do jetë më shpejt kërkesa që Spaku do bëj për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku se sa kërkesa që do japi kushtetuesja. Me ka ditë për shpejt shkresa në parlament Po, për heqjen e imunitetit. Dhe parlamenti duke patur parasysh që është 83 vota Partia Socialiste. nuk ka Normalisht rëndësi nuk se e Rama voton. ka thënë gjithmonë që çdo kërkesë që ka bërë Spaku unë do ta aprovoj sepse ne jemi në mbrojtje të drejtësisë dhe ne nuk ndërhyjmë tek funksionet e institucioneve të drejtësisë. Kështu që unë mendoj që nëse Spaku do ta bënte kërkesën, absolutisht atëherë topi do ishte ndërt Ramës. Sot thjesht po e bën Ramën viktim dhe Rama po e çon pën kushtetuese. Po i besoni fjalës së Ramës ju, që Rama do mbaj fjalën? Unë nuk jam për të dhënë opinione do e mbaj Rama apo jo fjalën, nëse Rama nuk e rrezon Ballukun, do të thotë drejt për drejt një mesazh i qartë që po mbron veten. Por për sa kohë Spaku nuk e bën kërkesën zyrtare, Rama po mbron ligjin. Që t'jemi të qartë, Leonard. Drejt, kuptoj shumë drejt. Kjo është gjëja, tani më amëndësime nuk mund të ecim. Spaku duhet bëj punën e vet, Rama duhet bëj punën e vet. Që do thotë Spaku ka detyrën ligjore të çojë kërkesën parlament për heqjen e imunitetit. Në moment që Spaku e çon dhe Rama nuk e operon, unë do jem prapë në intervistë me ju dhe do them Rama po shkel ligjin, Rama po shkel Spakun, Rama po shkel institucionin. Deri në ato momente unë nuk mund të jap të përgjigje, se nuk mund të ecim me amëndësime. Dhe unë mendoj që ai pa diskutim do ta votoj sepse nuk ka ku shkon. Se në moment që kreu Spaku ty të kërkon heqjen e imunitetit zëvendës kryeministres, ti je detyruar ta votosh për ta lënë drejtësinë të lirë të veprosh. Qofse ti nesër do të jesh një vend i cili do jesh pjesë e Bashkimit Evropian, apo jo, Leonard? Patjetër, pa diskutojmë nëse po nëse mbetet kjo punë. Se di Po ku do jemi, atë jemi. Pastaj gjithë reputacioni publik dhe politik do mbi mbi kryeministrin. Po këtë gjë nuk mund ta themi sot, se kjo gjë sot është që Rama e ka çuar në kushtetuese dhe ka ndjekur ligjin. Sot nuk mund ta themi këtë gjë. Se i bie të disinformojmë. Do më lejosh të përzgjell një pyetje, po më duket interesante. Unë thotë jam i zonës Elbasanit dhe jetoj në Angli. Nëse mund është të nderuar, të më pyesësh Alesjen, dhe kam respekt për Alesjen dhe shumë nga ato që ajo tha, i kam dëgjuar dhe të tjera dhe i ka thënë shpeshherë edhe në takime e saj. Dhe do të thotë jemi para 2027-s. A mendon Alesja thotë të kandidoj për Bashkinë e Elbasanit dhe mos të merret fare me leadershipin e Partisë Demokratike? Dhe me këtë që Alesja flet, a mos po hap më tepër rrugë për të tjerët, siç është Dashsula apo Murrizi? Patjetër më dhe Bashkia e Elbasanit mund të jetë një opsion dhe patjetër mund të jemi një ndër kandidatët për Bashkinë e Elbasanit, pse jo? Do ishte një nder i madh i shërbeja qytetarëve me gjithë pozitivitetin, me gjithë energjinë, me gjithë qytetarinë që qyteti ka nevojë, patjetër, por jo në siglën e Sali Berishës, jo sa kohë Sali Berisha kryetar. Po mirë, mendoni nëse Berisha nuk reagohet as në prill, është si opsion ndërtimi i një lëvizje të re? Po patjetër mos e karriera ime politike nuk varet nga Sali Berisha, Leonard. Unë po pres deri në prill për të respektuar institucionin e asaj partie që unë kam madhëruar prej 15 vitesh, nëse kjo parti vazhdon të frigaroj Berishën dhe vazhdoj të mbaj Berishën, do të thotë që vendi im, prezenca ime, ardhmja ime, kontributi im politik do jetë i pavarur, nuk do jetë në varësi të dikujt i cili nuk është me ardhmja e shtetit shqiptar, nuk është me ardhmja demokratëve dhe nuk përfaqëson më asgjë. Kështu që pa diskutim unë do jetë kandidaturën qoftë edhe 1000 vjet më ndjekin, për ato 1000 vjet unë do ta bëj luftën time. Kjo është e vërteta. Me fjalë Alesja Balliu 2027 mund ta kemi kandidaturë për Bashkinë e Elbasanit. Po patjetër. Patjetër, me gjithë dinjitetin, me gjithë respektin për qytetin, do t'i shërbeja në mënyrën më dinjitoze, më luftarake dhe më të respektueshme të mundshme.
Dhe unë do ju uroja publikisht që të realizohet dëshira dhe pse jo mos të jeni aty për të shërbyer me gjithë të forcë që ju përcjellni pa patur pushtet, duam ta shohim Alesjen edhe me pushtet. Të shohim a do jetë kjo. Faleminderit Leonard. Por shpresoj që nëse bëhet Alesja me pushtet, mos e ndroj numër telefoni, që të kemi mundësi të flasim. Numri im ky do jetë gjithmonë sepse unë që kur jam bërë avokat Leonard, kam vendosur të shërbej popullit, kështu që deri në fund do të shërbej popullit. Kjo ka qenë zgjedhja ime. Avokati, sepse faktikisht unë nga që kam qenë mirë në matematikë dhe në lëndët eksakte, kam studiuar juridikun, por avokati ka diçka. Avokati ka edhe flatrat e ëngjëllit, por ka edhe lëkurën e djallit. Apo ju keni të dyja të ndërthurura? Unë këtë të djallit realisht nuk e kam njohur, sepse djallin e kam parë nga ana kundërt e imja me sulmet, se kam thënë të vërtetën në partinë time, në partinë ku aderoja, në partinë ku punoja, në partinë ku e doja, dhe djallin e kam parë nga ana tjetër. Për pjesën time nuk dua të bëj as viktimën, se unë jam femër luftarake dhe pa diskutim nuk do më shkonte kostumi i viktimës, por di të them që jam luftarake për ato parime që unë besoj, dhe për ato parime që unë besoj, pa diskutim do luftoj deri. Kjo ju bën të veçantë. Kjo ju bën të veçantë. Faleminderit. Si individ. Faleminderit Leonard. Edhe juve jeni të veçantë për iniciativën dhe për zërin ndryshe që i transmetoni gjithë diasporës për punën, për vullnetin që keni dhe për gjithë këtë që keni ndërtuar. Përpiqemi ne siç është në mënyrë vullnetare e bëjmë, por përpiqemi në mënyrë vullnetare se s'më le ta mbaroja sa të thoja. Jo, duke parë media tradicionale në Shqipëri dhe duke parë që vërtet duket se në çdo studio nuk ke nevojë ta ndezësh televizorin sepse e di kush është analisti, çfarë do trajtohet, çfarë do flitet, dhe ne jemi përpjekmi fjalë që me ato kushtet tona, me ato mundësitë tona të ndërtojmë diçka ndryshe. Me ato kushtet e tuaja, me mundësitë e juaja jeni transparent, jeni të vërtetë, jeni të pakapur dhe jeni zëri vërtet i publikut. Unë nëse nuk ke diçka përfund për të thënë, ose nëse ke diçka të thuash, që ne nuk e diskutuam, mund të thuash për ata për që më ndjekin. Jo vetëm një mesazh kam për demokratët, për gjithë ata që kanë qenë duke na ndjekur nga diaspora, që të reagojnë edhe pa diskutim që në prill të reagojnë me votën e tyre për të larguar leadershipin i cili nuk sjell më frymëzim, nuk sjell më shpresë dhe nuk është më ardhmja e Partisë Demokratike, por të luftojmë për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë mbi gjitha, për fëmijët e tyre, për gjithë shqiptarët, por mbi gjitha për vlerat demokratike, për garën, për meritokracinë, dhe kjo bëhet vetëm duke larguar leadershipin, klasën e vjetër 35 vjeçare dhe fundin e një tranzicionit pafund që ka emrin Sali Berisha. Shiko, meqense të kam live dhe jemi live, unë do të kërkoj diçka publikisht. Duke parë parasysh, mbashta unë arrit ta testoj apo të kem kontakte me diasporën, shoh që diaspora është vërtet jo thjesht e përçarë, por ndoshta nuk janë ato informacionet e duhura, sepse duke jetuar në diasporë, më tepër ndiqen mediat tradicionale dhe ke parasysh ti vetë se çfarë gatuhet nëpër ato media. Por kërkesa ime do ishte kjo, që në çdo pozicion, grupi juaj apo ju që keni një zë ndryshe, të ndërtohet një plan, një platformë, nuk e di si ta them, për rinin që po rritet në diasporë, sepse pjesa më e madhe e rinisë në diasporë, pra që janë fëmijë të lindur këtu apo që kanë ardhur të vegjël, pra janë njerëz të studiuar, të shkolluar, dhe sado që ne si prindër përpiqemi t'ju flasim për Shqipërinë, përpiqemi t'ju tregojmë për historinë tonë, për shumë gjëra, por kur vjen fundi i punit që të lidhet kjo rini me Shqipërinë, ka vërtet një distancë shumë të largë. Dhe do doja me fjalë që të kishte një plan më të detajuar ose më suportues si mund të tërhiqen këta të rinj, sepse besoj që do ishin një forcë e madhe edhe për vetë politikën, por edhe për fushat tjera sociale, kulturore e tjera.
pa diskutim që kjo fushë të rinj se gjithë demokracia do të rrishet nga një program, nga individ të rinj, nga individ intelektual, nga individ që do duan ta shohin në progres Partinë Demokratike, nga individ cilët do kenë ide, nga individ cilët do duan të bëjnë shtet dhe nga individ cilët pa diskutim janë të pakorruptuar. Dhe kjo gjë do ndodhi vetëm kur Partia Demokratike të hyjë në garë, do ndodhi vetëm kur individ me kontribute, me intelekt japin gjithë vullnetin e tyre për të bërë një garë të ndershme, qoftë edhe po të humbin, rëndësi ka të fitoj dikush që të jetë mbi ato dhe rëndësi që gjithë të tjerët cilët do humbin garën pa diskutim të jenë bashkëpunëtorët e leadershipit dhe të ecin përpara për ta sjellur Partinë Demokratike pa diskutim fituese. Kjo që bëhet me vizion, bëhet me dije, bëhet me program, bëhet me individ cilët e duan Shqipërinë, duan shtetin më shumë se pushtetin, por mbi të gjitha Leonard me të ardhmen e re të brezit të ri e cila nuk përfaqësohet më nga klasa e vjetër e madhështorëve Noka Vokshi, Shehu Boçi, Berisha. Etj. Pesja madhështore është, pastaj tjerët e pasojnë. Lesja, unë të jam mirënjohës pafund që më ndërove sot në emision. Të falenderoj edhe unë ty. Dhe të kërkoj ndjesë të mbajta shumë gjatë dhe jeni edhe në kushe familje. Por shumë falenderoj. Pa problem, për mua ishte kënaqësi. Mirënjohje pafund. Ju uroj natën e mirë dhe gjithë të mirat. Natën e mirë, falenderoj. Atëherë të nderuar miq dhe dëgjues, kjo ishte biseda me zonjën Alesia Valliu, ku përpoqem të diskutojmë disa pika, disa probleme, të shohim këtë vështrimin e zonjës Valliu, e cila vazhdimisht flet qartë, artikulohet qartë në mendimet e veta, në kauzat e veta, është e pa çeduar që kur është bërë një zë ndryshe në publik, pra nuk ka çeduar në mendimet e saj. Edhe ne sot u përpoqem të kuptojmë diçka më tepër nga këndvështrimi i zonjës Valliu. Shpresoj që edhe ju të keni marrë ato informacionet tuaja apo mendimet tuaja, secili ka të drejtën e vet të mendojë si të dojë dhe të jetë perceptimi i tij si ta ketë ai. Unë si moderator përpiqem të jap zë dhe mundësi çdo kujt që do jetë i ftuar të flasë dhe të thotë të plot mendimin e vet. Unë nuk orientohem nga mendimet e mia dhe madje përpiqem që edhe mos t'i përcjell mendimet e mia, sepse kjo është një media që ne do përpiqemi të jemi vetëm për të ftuarin dhe i ftuarit të jetë vetëm për ju, kurse ne si staf, si punonjës, do përpiqemi të jemi totalisht të paanshëm. Për të gjithë ju që nuk keni patur mundësi ta ndiqni emisionin e plot, nesër në orën 13 në valët e radios, pra jo në Facebook, po në valët e radios, do jetë ritransmetim, pra mund ta ndiqni përmes website-it zyrtar të radios windowradio.de ose përmes aplikacioneve të Radio Box dhe Radio Shqip. Gjithashtu edhe në Google Search mund të kërkoni windowradio.de. Por emisioni do jetë edhe në YouTube, pra në faqen e vet zyrtar Horizon Window Radio.de. Pra shkruani Horizon Window Radio.de dhe aty do janë dhe do jenë të gjitha emisionet që ne kemi në radio. Të gjithëve ju përqafoj përzemërsisht, ju falenderoj nga zemra për vëmendjen tuaj dhe për suportin dhe për kontributin që ju jepni duke më dhuruar kohë për të më ndjekur. Unë jam mirënjohës pafund. Kërkoj ndjesë të gjithë atyre që më kanë shkruar dhe për efekt kohe nuk pata mundësi që të lexoj pyetjet, sepse ne kemi prioritet të ftuarin për të marrë sa më shumë informacion dhe mendim nga i ftuari. Atëherë, natën e mirë dhe me mua do ritakohemi nesër mbrëma në të njëjtën orë, në orën 21, me një ftuar të tjetër, ku do kemi të tjera biseda dhe besoj dhe shpresoj që do jetë një bisedë interesante. Natën e mirë, kalofshi mirë.
Horizont nga Leonard Koja në windowradio.de.